Well, distinguished fellow leaders from our neighborhood, Commissioner Kos, e dashur Marta, colleagues and friends coming from Brussels and the neighborly countries. Welcome back to Tirana, the city where faith in Europe runs so high that even an old EU veteran like Eurobarometer can't help blushing like a teenager in love. Post të skuqet si një adoleshent në dashuri. Jam I kënaqur të shoh që ky summit çelet me një qartësi të cilën jam shumë I kënaqur që e ndjeva në mbërritjen e gjithkujt dhe gjatë darkës së punës dje. Ballkani Perëndimor ka zgjedhur të ecë përpara së bashku me planin e rritjes si udhërrëfyesin ton të bashkëndar. Një udhërrëfyes jo drejt Brukselit, por drejt lirive dhe mundësive të tregut të përbashkët europian, të cilët qytetarët tanë I përkasin prej historisë, gjeografisë e fatit. Më mirëvon se kur mund thot dikush, sidomos pas gjitha atyre shanseve, kur trenat e bashkëpunimit rajonal unisën dhe ne mbetëm në platformë, duke luftuar me mosmarrëveshje të vjetra në vend që të blinim një bilet drejt së ardhmes. Po mblini ta them ndryshe duke perifrazuar Jean Monnet në një mënyrë që I përshtatet përsosmërisht frymës së planit tonë të rritjes. Europa nuk është ndërtuar duke ndënjur në pritje. Europa është ndërtuar duke vepruar dhe nuk jemi këtu sot për të shtyrë punën sot e për të pritur kohë tjetër, por të ndërtojmë së bashku atë çfarë na takon të ndërtojmë sot. Deklaratat e pohimet kanë vlerë vetëm kur prekin jetët reale, vlejnë kur shkurtojnë distancën midis gjuhës politike dhe jetës përditshme. Njerëzit nuk e ndjejnë integrimin. Ata ndjejnë kostot më të ulura, një udhëtim më të lehtë, kufi më të shpejtë, punë më të mira, lirinë e lëvizjes. Kështu që sot, më lejoni që të rendis disa fakte konkrete, duken si 7 dyer për të çelur midis Ballkanit Perëndimor dhe Europës. Tarifat roaming midis Ballkanit Perëndimor dhe BE-s do të përfundojnë në 2026. Qytetarët tanë do ta ndjejnë efektin e ardhshëm drejt për drejt në xhepat e tyre. Ne kemi hequr tarifën e brendshme roaming në 6 në Ballkanin Perëndimor dhe kemi ulur tarifat, ndërkohë që tashmë me finalizimin e bazës ligjore nga Komisioni, Rome like at home është programi midis Ballkanit Perëndimor dhe BE-s që do të jap fund sistemi ndryshëm tarifave. Bisedimet nisin fillim të 2026, Shqipëria do të përfundojë harmonizimin e plot akive deri në prill 2026 jemi gati. Do të jetë sukses I jashtëm pas që ka shkurtuar tashmë kostot me 5-10 herë dhe ka bërë parat lëvizjen më shpejt se sa një thashë them ballkanik. Roaming nuk ka të bëjë me tarifat me fatura telefonike, por ka të bëjë me heqjen e një kufiri tjetër artificial midis qytetarëve tanë dhe Europës. Identiteti digjital, revolucioni I heshtur. Së shpejti identiteti digjital në Ballkanin Perëndimor do të pasqyrojë modelin evropian. Angazhimi që përtërim në Shkup, që janë portofole digjitale ndërvepruese, nuk janë një projekt teknologjik, janë bilet hyrëse në një Europë digitale pa kufi. Jam krenar t'ju them që identiteti digjital në Shqipëri është gati dhe duke nisur nga viti I ri do të përhapet dhe do të bëhet pjesë e jetës sonë. Një identitet, një akses, një jetë digjitale në mbar rajonin e gjithmonë më tepër në mbar BE-n. Dhe kur BE-ja të nisë me të në 2027, ne do t'jemi në pritje aty.
për BE. 3. Pikalimet kufitare nga pengesa në motor zhvillimi. I dim kufirin ballkanik ndonjëherë lëviz, ndonjëherë flën, ndonjëherë mediton, por duhet marrin fund të ditë. Kemi rënë dakord me BE-t për 16 përparësi përmirësimi për pikat kufitare, përfshi 11 pikalime kufitare midis BE-s, Ballkanit Perëndimor dhe 5 pikalime të ceftës. Sot është dita që me marrëveshjen e kontributit midis Komisionit Evropian e Bankës Botërore, që është nënshkruar, do t'i hapet rrugë financimit dhe ekspertizës. Kjo nënkupton radhë më të shkurtra, kamion më të shpejt, kosto më të ulta logjistike, konkurrueshmëri më e lartë. Një kamion i vonuar është PBB e vonuar. Një kamion që lëviz shpejt është një ekonomi që lëviz shpejt, është shumë e thjeshtë. Wi-Fi për Western Balkans, pra është infrastruktura digjitale e Europës që është në shtatë cep. Programi i lidhjes Wi-Fi për Ballkanin Perëndimor nuk është më premtim, por është realizuar. 394 bashki janë përzgjedhur, 61 në Shqipëri, 114 në Bosnjë Hercegovinë, 33 në Kosovë, 24 në Malin e Zi, 63 në Maqedoninë e Veriut dhe 99 në Serbi. Rrjetet e para fillojnë të aktivizohen prej këtij viti. Nga sheshet e fshatrave, në qendrat e qyteteve, nga shkollat, në qendrat turistike, qytetarët tanë do ta ndjejnë Europën çdo herë që lidhen telefonat e tyre. Kështu duket integrimi, kur e shikon të dukshme në jetën e përditshme të një gjysheje në Kukës, a një studenti në Prishtinë apo një familje tjetër diku qetë në rajon. 5. Agenda e reformave, 618 hapa drejt Europës. MTI. Rajoni nuk ka provuar asnjë reforma në këtë shkallë, kur 618 reforma, hapa reforma është miratuar në kuadër të planit të rritjes 414 milion euro tashmë të levruara, 251 reforma të tjera në vazhdim me sipër të 88% të gjitha hapave që janë zbatuar në mënyrë aktive. Këto reforma prekin financat publike, sundimin e ligjit, qeverisjen, energjinë, transformimin digjital, klimën e biznesit, pra nuk po e mbyllim me ndekun e konvergjencës me fjalime, me takime apo me atë çfarë kremtojmë me çeljen e kapitujve, por i mbyllim me reforma që janë jashtëmase të mërzitshme në letër, shumë të lodhshme në realitet, por absolutisht transformuese në realitet. 6. Infrastruktura, ndërtimi i arterieve të Europës në korridorin 8 Ballkanit Perëndimor, që është shtylla kurrizore që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, e cila është tashmë kritike edhe për sigurinë në Europë dhe është shndruar një korridor sigurie të NATO-s, e po përmirësohet. 344 milion euro në investim në Kuru, 112 milion euro në infrastrukturën rrugëve të reja, dhe nuk është thjesht një vijë në hartë, është natyrisht një kabull që lidhet me zinxhirin vleror të Europës. Pra kur Europa rivendos zinxhiret e furnizimit, Ballkani Perëndimor nuk duhet të jetë një spektator, duhet të jetë një destinacion, dhe këtë po bëjmë. 7. Horizonti i ri i investimit i Europës, Ballkani Perëndimor, për dekada rajoni është trajtuar në rastin më të keq si një luftë për të marrë, apo në problem më të mirë, në scenarin më të mirë, një problem për të menaxhuar, në kohë që investues tashmë shohin diçka ndryshe. Një treg një forcë pune, gjeografi dhe harmonizim politik me Bashkimin Evropian. Investimet më të fundit i thonë gjithçka, 7 deklarata investimesh, 24 propozime për investime, 10 memorandume mirëkuptimi midis Bashkimit të kompanive europiane të Ballkanit Perëndimor, 4 partneritete të qëndrueshme, gjithashtu dhe konferenca të ndryshme. Çdo shifër ka pas një vend pune, një pagë, një familje, një shpresë. Kur vin investimet, migracioni ulet, kur ekonomitë rriten, sigurisht që kufit do të kenë rëndësi më pak. Kur mundësitë rriten në vend, Europa do të bëhet një destinacion bashkëpunimi, jo një rrugë ikjeje. Ballkani Perëndimor po ecën nga rreziku në mundësi. Për
vite të tëra jemi quajtur të paqëndrueshëm, paparashikueshëm, shumë të ndërlikuar, por faktet sot tregojnë të kundërtën, po vërtetojmë reforma dhe investime që Ballkani Perëndimor nuk janë pika e dobët e Europës, por mundësia e Europës, një tregëri, një krah pune i kualifikuar, një vendodhje strategjike, një rajon që kërkon të rritet me Europën dhe jo në kurrizë të Europës. Ne po lëvizim nga skajet e hartës në qendër të historisë son europiane edhe përmes ekonomisë. Europa nuk është diçka të cilën po e presim. Europa është diçka që po e ndërtojmë. Çdo gjë e diskutuar sot çon tek një vërtet e thjeshtë. Ballkani Perëndimor nuk po kërkon ndere, dhe kjo është diçka që mund të ndihet e mund të dëgjohet në çdo pohime deklarat të udhëheqësve përreth kryesës. Askush nuk po kërkon nder. Askush nuk po thret për të shpërblyer me ëmbëlsira. Gjithkush vjen me krenarin për të ofruar vlerë dhe për të ofruar mund e djerës. Falë Zotit, nuk duhet gjak. Ne nuk po lutemi për të hyrë në Bashkimin Evropian, nuk po kërkojmë lëmosh, po provojmë çdo ditë se jemi gjithmonë më gati. Ne nuk thjesht po flasim, po japim rezultate dhe më lini që ta them në mënyrë më të drejtë për drejtë. Sa i takon pjesës së konvergjencës. Në konvergjencën e Ballkanit Perëndimor, Europa bëhet më e fortë. Nëse Ballkani Perëndimor është stagnacion, atëherë Europa bëhet më e dobët. Nuk ka variant të një Europe më të fortë me një rajon të dobët ballkanik në mes të saj. Dua ta përmbyll duke ju thënë qytetarëve tanë. Nuk po ecem drejt Europës me duar të bosh. E as pak si ata që lypin lëmosh, po ecim me rezultate të arritura, me reforma të realizuara, me investimet të siguruara e me detyrat tona të shtëpisë të plotësuara në çdo hap. Dhe ne do të vazhdojmë të ecim përpara derisa Ballkani Perëndimor të hyjë në Bashkimin Evropian jo si të ftuar, por si kontribues për sigurinë, ekonominë dhe të ardhmen e tij e padyshim si kontribues të sigurisë të tij. Sepse gjithë e dinë, e Marta e di edhe më mirë, që për sigurinë tuaj zgjidhni një ballkanës. Dhe kjo funksionon gjithmonë. Dhe për sigurinë e Europës zgjidhni ballkanësit. Ne mund të jemi truprojat e Europës. Dhe më pas Europa do të ndihet më e sigurt shumë më e qetë në gjumën e saj. Faleminderit shumë. Tashmë fjala është për ju, Marta, dhe ju lutem konfirmoni apo mohoni atë çfarë thash për Ballkanën si truproj. Faleminderit dashur kryeministër, dashur Edi, i dashur Roy. Jam dakord dhe është kënaqësi dhe nder për mua që jam këtu pak pasi kemi publikuar paketën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, e cila ka sjellë një dinamik të re në procesin e zgjerimit. Dhe tashmë kjo është një çështje me të cilën ne po punojmë dhe me rezultatet të cilave ne po punojmë, dhe gjithnjë e më shumë kjo çështje ka të bëjë me sigurinë dhe Europa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Ky është një gabim që ne kemi bërë në të shkuarën dhe duhet ta korrigjojmë e ta rregullojmë këtë punë. Dhe prandaj jam shumë e kënaqur që këto takime që ne po bëjmë për planin e rritjes po hapin gjithnjë më shumë dyer dhe ju përmendët 7 prej tyre. Faleminderit për këtë. Dhe shumë dyer të tjera do të hapen. Dhe shtëpia juaj Europa po ju prat. Ju jeni pjesë e Europës, ne thjesht duhet
ta bëjmë këtë gjë edhe në formë institucionale, pra që ju të bëjeni shtet antar i Bashkimit Evropian. Sot kemi ardhur këtu për të bërë një vlerësim të ecurisë, për të parë çfarë ka ecur mirë me planin e rritjes dhe në cilat fusha duhet të bëjmë më shumë, sepse tashmë kemi mbushur 2 vjet që nga fillimi i zbatimit të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, 2 vite nga 4 gjithsej. Pra jemi në pushimin mes 2 pjesëve, të parë si sapo mbaroi dhe të dytës që kemi përpara dhe tani është momenti i duhur për të bashkëbiseduar. Kemi mjaft për të festuar, por në të njëjtën kohë duhet jemi të sinqertë që 2 nga 6 vendet e rajonit ende nuk kanë filluar të miratojnë reformat apo zbatimin. 2 performuesit më të mirë kanë miratuar rreth 50% të reformave të dakordësuara dhe këtu ne shikojmë një lidhje shumë të mirë ndërmjet avancimit në procesin e antarësimit dhe reformave. Ndërsa sa u përket fondeve të disbursuara, jemi ende nën 10% të shumës totale, pra dhe 400 milion euro nga një paket për 6 miliard eurosh që janë lënë më njanë për rajonin, pra ne mund të bëjmë më shumë dhe duhet të bëjmë më shumë të gjithë së bashku. Dhe dëshiroj që ta përdor diskutimin e sotëm për të planifikuar për pjesën e dytë të zbatimit të planit të rritjes. Pra ku mund të bëjmë më shumë? Në ç'fusha mund të mbështesim ne ju më mirë? Komisioni Evropian dëshiron që plani i rritjes të jetë tërësisht i suksesshëm dhe së fundmi unë kam folur shpesh për nevojën për të zgjeruar vetë nocionin e zgjerimit, për të integruar të gjithë fqinjët tanë sa më shpejt që të jetë mundur në gjithnjë e më shumë fusha të ndryshme të politikave të BE-s, për shembull vendet tuaja të bëjnë pjesë e tregut tonë të përbashkët, e tregut tonë të energjisë, e zinxhirëve pan-evropian të vlerës. Pra ne duam që Bashkimi Evropian të jetë tashmë që sot një realitet i prekshëm për qytetarët tuaj dhe ju folët pikërisht për këtë gjë, në mënyrë që të sjellë më shumë begati, siguri dhe stabilitet për mbar kontinentin evropian në këtë kohë kur ne kemi të tjerë të cilët do të donin që ne të mos ja dilnim ba. Në disa fusha pra kjo punë ka marrë formën e vet. Shqiptarët, malazezët, për shembull tashmë dhe maqedonësit përfitojnë nga kosto më të ulta për transaksionet falsepas. Pra 62 milion euro që janë kursima nga Maqedonia. Po, faleminderit. Por objektivi ynë është që të gjithë ju të esni përpara në sinkron. Pra nuk duam që ndonjëri prej jush të mbetet pas, sepse në fund të fundit i gjithë Ballkani Perëndimor i përket Bashkimit Evropian si antar të barabartë dhe theksoj këtu me të drejta të plota, duke njohur kështu faktin që ju do të keni arritur përputhjen e plotë me legjislacionin dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Pra le të përqendrohemi sot tek mënyrat se si mund ta përshpejtojmë punën në këtë pjesë të dytë që kemi përpara. Dhe kemi një afat veçanërisht të rëndësishëm që po afron. Në qershor do të kemi nga raundi i dytë i raportimit skadimin e periudhës një vjeçare të pritjes së mëtejshme për reformat e papërmbushura pra. Dhe rrezikohen thuajse 300 milion euro të destinuara për vendet tuaja. Këto janë fonde nga të cilat duhet përfitojnë qytetarët tuaj, me të cilat mund të ndërtojnë linja tramvaj, rrugë, shkolla, spitale. Prandaj le të diskutojmë sot se si mund të ulëm më tej edhe tarifat e roamingut. Pra ju folët për këtë gjë që të paguash shtesë për telefonata në vende të tjera është diçka që ne nuk e bëjmë brenda BE-s më. Pse duhet ta bëni ju? Dhe prandaj ne duhet punojmë për përshpejtimin e parafrimit me rregullat e Bashkimit Evropian. Pra le të zhbllokojmë ato projekte që duhen për të përmirësuar infrastrukturën e transportit, inovacionin digjital, mbrojtjen e konsumatorit dhe turizmin, për shembull në darkë folëm për këtë çështje, sepse kjo do të sjellë përfitime bizneseve dhe qytetarëve tuaj. Kemi mungesë ecurie në integrimin ekonomik rajonal, gjë që sjell rritje më të ulët ekonomike. Një treg i përbashkët rajonal plotësisht funksional do të rriste ekonomitë tuaja me 10%. Mungesa e progresit apo ecurisë nga ana tjetër rrezikon edhe aksesin në tregun e vetëm të BE-s për ata që bllokojnë vendimet që do të sjellin përfitime të gjithëve. E di që reformat për të cilat ne kemi rënë dakord së bashku nuk janë gjithmonë të lehta, por ato lejojnë përshpejtimin e negociatave të antarësimit në BE dhe përgatisin ekonomitë tuaja për tregun e përbashkët, pra
me 450 milion banor dhe ato hapin mundësi që ju japin më pas qasje në një trajtim të ngjashëm si vendet anëtare në disa politika të BE-s, si të u tregojnë vendeve anëtare të BE-s se ju jeni gati për më shumë integrim të thellur në BE. Pra le të flasim se si instrumentet tona mund të tërheqin më shumë investor të huaj. Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, më tha se ishte shumë e impresionuar nga 2 konferencat e investimeve që ajo ndoqi në rajon. Le të vazhdojmë punën në këtë fushë, le të sjellem së bashku akoma dhe më shumë investime të qëndrueshme nga BE-ja dhe më shumë partnerë tregtar në rajon. Ne e dim nga përvoja në të shkuarën që sa më shumë i afrohemi zgjerimit, aq më shumë investitor do të vinë këtu. Dhe është thelbësore që tashmë të arrim realitet në konvergjencën tuaj ekonomike me vendet e Bashkimit Evropian. Ne e dim nga përvoja, pra, që sa më shumë este përpara drejt BE-s, aq më shumë kurreshtje kanë investuesit e huaj, media europiane për vendet tuaja dhe natyrisht shpresoj që sa më shumë kurreshtje vjen nga këto shtete, vjen edhe nga vetë qytetarët e tyre. Kështu që le të shfrytëzojmë këto 2 vite të mbetura për ta bërë planin e rritjes një sukses të vërtetë dhe për të përgatitur terrenin për antarësimin tuaj në BE, sepse objektivi kryesor i planit të rritjes është që t'ju ndihmojmë që ju të zhvilloheni më tej, që të bëheni antar me të drejta të plota në Bashkimin Evropian në të ardhmen. Faleminderit i dashur Edi edhe një herë që na keni mikpritur dhe është gjithnjë kënaqësi që vim në Tiranë dhe sot kemi ardhur për planin e rritjes, por unë do të kthehem sërish së shpejti për të zbuluar disa pjesë të mrekullueshme të tjera të Shqipërisë. Faleminderit. Well, as per Sipas protokollit zakonshëm, duhet të falenderoj median dhe tashmë do të nis me punën time.